Banorët e Rjollit u rikthyen këtë të martë në protestë duke përsëritur kundërshtimin e tyre ndaj projektit për ndërtimin e resortit turistik në zonë. Shqipëria, shqiptarëve, ne ketratarëve! Shqipëria, shqiptarëve, ne ketratarëve! Protestuesit kërkuan edhe një herë anullimin e lejes së ndërtimit, ndërsa vazhduan kundërshtit edhe ndaj opozitës dhe mazhorancës. Mos mendoni se ngritja murit dhe telave është fitore. Edhe deputetët e tregun që kjo është e padrejtë. Në Parlamentin Evropian është kërkuar që ligji për zonat e mbrojtura të kthehet siç ka qenë përpara. Të anullohet ligji 21/2024 dhe për rrjedhoj të ndalohen të gjitha veprimet që vijnë si pasojë e këtij ligji, që është edhe resorti Bugs Bay. Popullit i Rjollit intereson për me marrë gjykata edhe spaku e ndorë. Na kena nevoj me na hjek. Policinë e shtetit janë 150 policët. Po e shini vetë, gjdo kompat ka 3 policë. Ka do shkojnë populli. Se në kjo se dikush rrethon një gardë në shpit vetë vini e aprishti, kurse këtu është me kilometër i rrethu, edhe as kërkush nuk ne blogëri për këtë punë. Nuk është e drejtë, do të vinë shtëpia tuja, kja ditë do të vinë shtëpia gjithë secilit. Kja grabitje. Do të falenderoj edhe rinin heroike shqiptare dhe rinin heroike të diasporës bosë që kanë ardhur në shtetit protest dhe të dorëzojnë me datën 4 të gjithë atje. Ne poshtet se na morën shpirtin. Ndryshe nga protestat e mëparshme, të cilat u shoqëruan me tensione dhe hyrjen e protestuesve në kantier, tubimi i kësaj të martë u zhvillua në mënyrë të qetë dhe pa incidente. Banorët paralajmëruan se do të vijojnë kundërshtimin e tyre deri në plotësimin e kërkesës për pezullimin e projektit.